Dhe pastaj ti Feza ike, ti nuk e hape derën, të bujt të tek ju, Adelaida, Feza. Jo. Po nëna ç'a tha? I the nënës se pusa? Nuk e di si do e pres nëna këtë gjë. Po ç'a po mendon nëna tani për Fezën? Që çdo gjë është mbyllur. Po. Edhe është e lumtur për këtë? Se di, jo, thjesht nuk është se më imponon, jo, thjesht. Po si duket Feza? Fjala më e rëndë që ka thënë për Fezën. Jo, nuk ka thënë asnjë gjë konkrete, realisht, nuk është se ka thënë. Jo, kam sinqerisht. Gjyshet shqiptare që janë totalisht të pacensuruara, ti po më thua nuk ka thënë asgjë të rëndë për Fezën? Nuk ka thënë sepse nuk e mendonte që unë isha kaq e përfshirë, sepse unë gjithmonë në shtëpi e kam sjell si diçka emisioni. Po maskara e ka quajtur? Pastaj pan emisionin dhe e kuptuan që unë po e gënjeja. Dhe e ka kuptuar që ke zhvilluar ndjenja për Fezën, që është e vërtet? Po, e ka kuptuar se është shumë e zonja, kështu nuk është. E kemi kuptuar të gjithë. Adelaida, megjithëse ti ke ardhur në përputhen me dëshirën e madhe për të mësuar, për të fituar eksperjenca, për ta jetuar si përvojë, mendon se je dashuruar me Fezën? Ja, bëm pak pyetje njëri tjetrit këtë dje. Po, a mund të themi se ne të dy jemi dy të rinj që nuk i shprehim dot emocionet me zë të lartë? Të themi që kemi ndjenja të forta. A je ndjer më parë që ta marrun në jetë kështu? Që ta marrun këtë përsi për ta bëj, po, duke njohur veten time, po, kam ndjenja shumë të forta. Po. Është hera e parë që ti ndihesh kështu? Jo, nuk mund të them, nuk mund ta krahasoj, po është e bukur, është shumë e bukur. Madje dje po i thoya që ti më ke lënduar më shumë nga të gjithë dhe tha, sa jetë boring pas ke pas. Dhe unë ja thash Adelës dje, që në fund të ditës, unë jam një qunak, kalamaj, thuj se dhe ndonjë. Bravo, je fmjaq. Fmjaq, 23 vjetë, që ka shumë dashuri për me dhonë, po nuk di që me dashuru. O Feza, po ti kur putha Adelaidën, a ke një shtrëngim në kraharor? Jo kur të puthi, po kur rinë edhe bashkë gjithmonë. Adelaida, po pse shikon se ka proll? Ti janë mbushur shtyt me lotë, Adelaida? Feza. Kena qajt mjaftueshëm, Fezës janë mbushur shtyt me lotë? Kena qajt mjaftueshëm sonte. Fezës janë mbushur shtyt me lotë? Qandë që parë Miki. Edhe ti ke qaj. Po desh me thon, po thash po më vërtet. Sigurisht se kam qajt. Po? Burra qajnë. Feza. E dëgjon ka qarë dhe pranojnë të dy që dia ai ka qarë. Qandë dhe tani ku i tha për gjyshe. Nuk i kam sot syt me lot se kena harxhit natën. Kena qajt mjaftueshëm. Nuk do të qaj më. O Feza, s'ka vajza kaq të mira sa Adelaida në Itali, ë? Jo në Itali, po edhe në Shqipëri nuk ka. Në gjithë botën nuk ka. Po mamit, e more mamin, me mamin folin telefon kur rinit makinë ju? E di çfarë dua të them diçka për këtë pjesë. Edhe unë dua të them diçka për këtë pjesë. Dua të bëj politikisht korrekte, po unë dua t'i kërkoj realisht shumë ndjes mamit të Fezës publikisht, sepse unë e kam këtë që kur lëndohem, flas shumë ashpër dhe unë ishte një moment shumë i shumtuar aty që unë i thoja Fezës që kush të ka rritur ty ka shumë pa dashuri dhe kjo është shumë e fortë. Ama Feza prapë mori nuk është se e bëri kaq të madhe sa unë, ndërkohë është për të bërë kaq e madhe. Po ai e smuthoi. Jo, se po flas e zbute. E kuptova situatën. E diti Adelaida që realisht se është një sweet boy. E diti Adelaida që mami Fezës ka një debules për ty? Çfarë? Ka një debules për ty, e dite? Ja, ajo më pëlqen mua. Shumë. Po, e di, e kam ndjer. Të pëlqen shumë. Po, unë e pëlqej shumë, është shumë moderne, është fantastike. Dhe unë kam folur në telefon me mamën e Fezës, që ta dish. Asgjë serioze, Adelaida? Duket se më ka thënë Feza, pse vajmë, nuk e di. Edhe ka folur me superlativa për ty, të vlerësonte shumë. E pyeta a janë një gabime të biri dhe tha Feza është i ri dhe mbase në gjithë këtë impulsivitetin që i vjen me moshën, thot gjërat e gabuara, por më tha që Feza është shumë genuin, është Feza. Pra, kur ti e njeh, ti e kupton dhe të mëson ta duash dhe e do ashtu, sepse nuk ka dashakeqësi mbrapa veprimeve apo fjalëve të Fezës. Dhe përtej kësaj, patjetër mendon që djalin e ka shumë të mirë. Po, këtë e di, edhe këtë e di. E mendon shumë të mirë, e llaston shumë Fezën. E di, edhe këtë e di. Po, dhe unë e llastuar jam.
në familjen time. Do ta gjejmë të përbashkët. Jam shumë e gëzuar për ju të dy. Inshallah s'fondaheni brenda javës. Veshaka. Nuk guxon. Mirë, Tomi, ka një koment që do të bësh? Kush jemi ne tani që të shpërndajmë skepticizëm ke kjo dyshe? Unë s'kam skepticizëm. Nuk është momenti që të bëjmë as zvreti, as si gjë. Bravo, i qoftë të dy, është shumë mirë. Uroj që të jetë sa më mirë. Unë thjesht më... E vlerësoj shumë këtë fjalim ndaj teje Tomi, edhe që s'ke qenë shumë, domethënë, pro marrëdhënies tonë, edhe kuptoj anën tënde se gjithmonë kur ke japë opinionin ke qenë gjithmonë sakt. Është vlerësim shumë i madh që marr nga ana jote. Jo, dëgjoj, vetëm një sekond, do të shpjegoj diçka. Pse kam qenë kundra, nuk është se ju shoh keq se dukeni mrekulli të dy bashk. Vetëm ka qenë një gjë ti, unë që kur kam marrë në fillim i kam thënë edhe Leonës që për mua ti je shumë naiv, je shumë i drejtë si tip. Po nuk e bër asgjë të mërshëm, nuk e bër asnjë lloj gabimi kundër Adelajtës, thjesht ishte i gjë në perceptim që ti the që dua këtë për shtëpi dhe këtë për krevat. Ky është një mentalitet që jo, nuk e kam thënë ashtu. Unë nën kuptua ashtu, por nuk e kam thënë ashtu. Shumë e çuditshme. E kupton, vetëm ky është gjithë problemi. E kupton, nuk është se ti je i keq për ato se s'meriton ajo ty ose në gjë të tillë. Po jeni perfekt bashk. Kjo ishte e çuditshme për mua, dhe jo më larg se dje, i thash Leonës që po të isha unë 30 vjet, 20 vjet përpara dhe të isha në përputhën dhe të vija dhe t'i thoja dikujt që ty të kam qef seksualisht, kurse ato tjetrën e du nuse për shtëpi, kur ti ikja në shtëpi, mami im i thash fjalë për fjalë do më thonte, janë Terezi nga truta kokës ti për këtë që the, se ne s'kemi rrit shuti me këtë mentalitet që ti dush një grup për shtëpi dhe një për krevati tjetër. Do kjo më duk shumë e çuditshme. Është ka rrit dhe babi se. Kaq ishte, e ke parasysh? Jo për ta justifikuar, realisht mundet. Edhe mama thonë se çuni është i ri do kënaqet. Unë mendoj se më shumë këtë perceptime solla unë në studio. Nuk po them dhe nuk po justifikoj asgjë çka ka bërë Feza, janë shumë të rënda dhe mua më është dashur të përtyp shumë, realisht nuk e ka bërë këtë në jetën time. Ka qenë iniciativa e Adelajtës, në fakt, po, dhe ai thjesht e vazhdoi. Ka qenë për herë të parë dhe studio mori gjithë ato time se unë jam dhe shumë vokale dhe shumë imponuese dhe shkoje gjitha, mendoj se shkoje gjitha në atë me ndjenjë të pastër dhe të sinqert, kalon çdo lloj përplasje që mund të kesh dhe çdo lloj disniveli në karakter dhe kujtohet o shpirt se mua kur than këtë kujtohet sa ne kemi kaluar makinë duke qar unë, domethënë, se ti s'ke qar deri në drejt me gjë. Tomi nuk qante, Tomi? 2 vitet e para, në çdo natë unë qaja në makinë. Sqaroheshim, ti dilje nga shtëpia dhe thonë po ikit ndaj me Tomin. Po, bënim takimin. Jo, sot do ndahem. Takimin makinë që ne do ndaheshim, unë qaja nuk mundem dot. Okej, lidha me Tomin. Okej, ja këtu do jemi. Për 2 vite rresht, 2. Po çfarë bënte ky që sqaroheshit zonat? Qaja, ziheshim, sqaroheshim, pajtoheshim. Ai nuk qante. Në mëngjes ziheshim prap, në darkë takoheshim. Tomi nuk qante. Jo. Tomi nuk qante, nuk është person, ka problem të frymë me vështirësi dhe thështë të gjonte. Po, me vështirësi merr të frymë. Dhe thoshte një në fund të takimit kur sqarohesh. Olona. Dhe ndalonte. Ora qante më shumë. Dhe prandaj dhe kur i them aty, domethënë që ne kemi qenë shumë të rritur se këta të dy, kështu që Çiko, me Adelajta unë prandaj përmenda pak më parë që kam qenë në dieni që ti dhe Feza keni patur një seri ndarjesh dhe të folurash dhe bisedash dhe mesazhesh dhe ndarjesh të tjera. Pra e dija, kisha dëgjuar disa fjalë në për të. Dhe të them të drejtën nuk do ta diskutoja fare në program, se ka diçka që në përputhen vi njerëz që duan të krijojnë një marrëdhënie dhe përgjithsisht ka një lloj pjekurie, din çfarë kërkojnë në raportet e tyre dhe ka një tjetër këndvështrim, mbas janë pak më tolerant, por një dashuri e dy filizave, siç jeni ju të dy, që jeni më të rinë në moshë, është pak e vështirë se si që gjenë mëngjesi nuk ju kap darka. Edhe e di që jeni min me sahat dhe ndonjëherë mendoj a ja vlen ta diskutojmë këtë kur është frika që do dalin nga studia dhe do zihen sërish. Dhe nuk e kontrolloj dot marrëdhënien e ju të dyve. Unë ju falenderoj që sot në studio dhe jam shumë e lumtur që më në fund kemi paqe, prandaj dhe them që druhem që mund të ziheni sërish brenda javës, se mund të ndodh, por prap ky nuk është tregues. Pra në rastin tuaj ju mund të ziheni dhe të fajtoheni dhe të putheni dhe të ndaheni dhe të lidheni prap. Dhe mund të hapesh derën Fezës tek shtëpia jote, se mendoj që do të kënaqej me motrën dhe me nënën. Këtu isha, kaq isha unë e lirshme. Nuk do zihen më, ja nuk besoj se zihen më sepse kanë nxjerrë dhe
një mësim nga ajo që ndodhi të dy, sidomos Danja që mos luaj të sigurtën dhe bëj çfarë dush, gjithashtu dhe Feza kanë nxjerrë mësim që mos ngatrohet, mos bëj budalliqe kot. Është Adela, jo Danja, masë, na i fute prap, mos thuaj Danja, thuaj Adela, se është Danja. Adela më dori një mësim. Po the Danja shpirt, apo duhet me rakose mund tani. Ku je ti tani? Danja, mirë. Pavarësisht që baron Adela Makeloni shesh shumë mirë. Tomi nuk ka faj që përmend Danjën, sepse jemi akoma te takimi i Danjës dhe Blendit, kështu që me të drejtë. O Blendi, ndihemi të dashuruar, ndihemi mirë. Po. Ti zgjumi. Shumë bukur. Do shkojmë tani të shohim pjesën tjetër të takimit të Danjës dhe Blendit, sepse nuk ka patur zhvillime vetëm mes Adelaidës dhe Fezës. Danja dhe Blendi pas kanë patur një raport dhe gjërat kanë shkuar shumë larg makinës. Ndjekim pjesën e dytë. Në që se kam marrë diçka nga ky program, diçka që s'mund ta përshkruaj jeti. Çeke. Po më shef shumë qes. Çeke. Jo më thjesht, ti di që më pëlqen afeksioni, apo jo? Po. Ta kem dy dhe do të afeksionin. Po të cilët? A? Nuk kemi shumë kohë. O, Blendi, sa ndoshta publiku mendojnë që me vërtet ky është takimi jonë i dytë, por në fakt nuk është, apo jo? Sigurisht. Ne kemi pasur takime mbi takime. Ti ke folur me motrën time, unë kam marrë në dibër. Ke parë gjyshen time. Gjyshen, është super danoca. Vdes, nuk ka si dibër pëlqen shumë, sidomos që shku majt male, ndezëm zjarë dhe camping, ajo nuk e di. Ati ishte ma fort. Nuk dhe harroj. Mu të kisha ngele edhe me pasoja. Po gjë që s'ndodhi. Si? O, zoti ma, që më ngili dhe shenjë kjo këtu, që më theti mu kam një hike. Po, ua, sa i keqja. Seriozisht, se më ka ngele dhe mu ta një fiksim, ajo dita. Unë edhe aty ditë ti më peshu mi që s'kisha asnjë gjë isha super normale. Moment që ndodhi kjo tronditja, filloi të më nxikja këtu. Veç ku ma bëre ti kujdes se të kanë thith, ore kush më ka thith, më trone. E kam pas vetë një histori të tillën, prandaj kujtova që edhe ti të ka bëva ki. Po, i kam vdekur këto. Nuk mendove që të ka bëva ki, thjesht që u revoltova pak, kjo se mendova që të ka bëva. Po pasaj e kape fjell dhe pe, qa shenjë ishte ajo. Po, ishte u bën zi, ditën tjetër u nzi u bën la. Po. Mba mend. Që më fal mua që kam trunin e pisët. Ka fal zoti më shpirti. Do martohet i me motors në gusht. Në vërtet? Po. Mendoj që e ka nis me këmbë të bardhë se mund të fejohem edhe unë ndoshta. Ka mund të. Se rrugë që po shkojmë. Trashëgohet. Faleminderit. Si fillim. Dhe planat e verës ja ku i pas kam. Dali mandej. Pastaj ato shkojnë mujt të mjaltit vetin. Ne shkojmë toni. Po si më gjithë kjo derë këtu, mos më zemra ime me ne veç me qenë ashtu, nese ma për tjetër. Për pjasja të raftë. Që ishte të thamë, a i eftume, për normal që i eftume. Jam eftuar. Normal që po. Pse, që duket kjo loj? Ku do ndodhi në Itali? Jo. Në Shqipëri? Në Dibër. Po qa thudi do vita, kalli mi her Dibër në zemra ime. Tradicionale, s'ka ku shkoj, ma. Ti ta kalli malin e Dibër si her. Gjitha me radhë. Me radhë. Po zoti, ka përqin e fort. Se mos nga bona e surprizë aty ke das, ma. Po këto... Aty po ta qoja ma beti, no më. Ma, se ke bërë plan ti e. Duhet të pre surpriza. Jo, po më duhet jeme përgatitur, do ma thëmë. Po, me pak fjallë. Që është e përgatitur. Pëlqen parfumi. We love it. Gjithsesi, më pëlqeu ku
që dolëm me një përfundim sot. Shpresoj që t'jemi sa ma afat gjatë në këtë që do krijojmë në të ardhmen. Shpresoj. Shpet. Me shpirt. Danja, më vjen shumë natyrshëm të pyes, duke parë edhe restorantin luksos që të ka çuar Blendi, edhe ti ke folur shpesh herë për këtë trajtimin që kërkon të marrësh në marrëdhënie. Blendi t'ja ke hapur portofolin? Normalisht që po me gje. Po. Mirë është, mirë, më pëlqen, po. Rikujtojmë që Blendi është diskutuar për... Jo, nuk ka lidhje fare, ka ndalë... E kishte të madh? Plot ishte. Plot, ë? Plot. Ta ka dhënë vetë Blendi ta shikosh apo ke rëmuar ti? E ka marrë vetë, ma ka dhënë vetë. Mirë, okej, se kjo ishte pjesë e testit. Bravo. Patjetër. Tani kthehemi tek ndjenjat, meqense kjo mbaroi. Ndjenjat. Blendi ka folur me motrën tënde. Si ishte biseda me kunatën o Blendi? Sa quhet kunata apo është herët? Sun të biesh, është herët, apo ja. Okej. Ka folur në fakt me mamin tim. Po. Po, dhe mamin e kam super alegre. Blendi, motra, mamit, lutem, me fol për të gjitha. Dua detaje. Me motrën e Danjës kemi folën në makinë kur e ka marrë njerë Danjën telefon edhe tash ma paso pak edhe mua. Mua bet normal, shprehu do me thënë që i pëlqeja për Danjën. Qa të tha? Jeni shumë mirë bashkë, më pëlqen si qunë do me thënë, mua bet e ta atila do me thënë. Kurse me... Sa të kishin janë qunat për të në detaje, bo... Shumë, mund të thot ajo ndoshta. Shprehu pëlqimin për mua, kaq. Nuk di si ta akumuloj një lloj. Kurse pastaj kam folur edhe me mamin e Danjës. Është bërë një... Ku më kanë thirrë edhe për Frankfurt. Ka ftuar që të shkosh në Frankfurt. Po? Do na japësh një detaj si, se e kuptoj që... Po, në muhabet e sipër, do me thënë. Te ky muhabeti e sipër, më intereson muhabeti e sipër. Ishte duke komentuar takimin e Danjës që kishte bërë me... Me Fejzën? Po. Janë zëgoja, po? Edhe... Jo, po. Edhe pasaj fillon muhabetet tona me... Qa të tha për takimin e Danjës dhe Fejzës, o zot, qunat janë më të smershë, janë skandaloz. Çfarë të tha për takimin e Danjës dhe Fejzës dhe si dolët në përfundimin që ti je më i mirë dhe të shkosh në Frankfurt? Këtë dua. Po nuk normal që si kishte pëlqy si djalë, sa çaj kishte bërë takim. Ta Danjës. Diçka më shumë apo? Pastaj i treguam jo se. Mirë, nuk ishte interesant. Se humbet fokusin edhe. Pastaj je pyeti me këje, me mu do me thënë, edhe tha, Blendi tha më pëlqen. E gjove ti me zë, apo i kështë Danja dhe të tha më thashtë? Hapa me speaker dhe normalisht që folit dhe me mamin tim. Dhe biseda ishte shumë e këndshme, Megi, se nuk e shpjegon do ta i nuk din. Ishte aq e këndshme sa që mami i bëri ftes, jeni të mikpritur. Unë po, je i mikpritur në Frankfurt. Të vizhni me Danjën. Tani Danja, që ta kuptojmë pak rëndësinë e situatës. A është djali i parë që mama e jote flet? Me cilin ti ke një raport? Jo, Mege. Jo. Unë mamin e kam shoqe të ngushtë, Mege. Mami më është super allegro. Unë çdo gjë, çfarë unë bëj në jetën time, a tregoj mamit tim. Asaj ti marr mendime, asaj i tregoj çdo gjë. Kështu që po Blendi nga ana tjetër, a është kjo mamaja e parë me cilën ti flet? Se besoj. Është. Jo, nuk. Po gënjen. Po Blendi ka pasi marrëdhënie gjatë. Sa mama ke folur që e ka ti? thënë, kështu që. Po jo shumë 2 maksimum. Ja këto goca që mirë e kuptoj Danjën, se ka mamin shoqe, po këto tjerat jashtë. Nëse unë flas tani me Blendi. Blendi është afshesh nga mami, jo t'japësh mamit. Blendi ka pastilje gjatë o me Jo, mua më duan shumë faktikisht. Gabim bëjnë.
Jo, s'bën gabim, të drejtë kanë se shohim përtej asaj që mund t'ju tregoj. Unë i besoj vetëm filtrit të danjës. Atyre jashtë më vjen keq ta them, por nuk ja besoj shumë filtrin, po filtrin e danjës e besoj. Nëse ke kaluar filtrin e danjës, atëherë po, ke një okej dhe nga unë. Më fal, kam jam kurioze kur flet me mamat, si flet? Si thuaj dreqit? Mami danjës. Ja. Njëjtë si ka thonë me Dasinën. Apo e ndryshon stilin kur flet me Jo, po mamin? normal, te pak Po flet mendoj si ka folë me Dasinën. Nuk ka sens. Qa thot më kë? Qa thot kë? Ti Blendi, kur u bën e kaq çuni kullum, kaq i mirë që po romantizoni gjithë të gjën. Po Do me tani- thënë, ka qenë dhe villën, do me thënë ai më i keqi gjatë gjithë emisionit. Jo, s'ka qenë kur ka qenë Blendi Ka ndonjëherë më i degeneru keqi? goca, qa s'ka thënë, qa s'ka bërë, tani Endori po na Danja del. Ja, më intereson dhe Nuk mua është një e vërtetë se përgjigje. Blendi ju ka mbrojtur gjithmonë Blendi. Më intereson një përgjigje nga Blendi për këtë që thot Marcela. Për një muaj po ndryshon Po të njëjtën gjë ke Një sekond, Dasina, me njëherë më pas, Dasina lutem, me njëherë më pas do Në t'jap fakt, fjalën ty, Blendi po ka më mbrojtur intereson. gjithë gocat. Fesa ishe mikrofonin. Blendi më intereson një përgjigje. Ktheja Marcelës. Kur u Ka të bën e kaq drejtë. shumë mirë ti më? Ku ndodhi Po ka një Danja. ky transformimi yte? Tani i takon njerëz që të vjen të ma nxjerr ata. Si? I takon njerëz që të vjen të ma nxjerr ata. Po se ishte e fundit, mundësia jote e fundit. Jo. Blendi. Gjithë meritën me papisën më e E mirë. para edhe e fundit. Gjithë gocat janë sjell mirë. Dasina, Ka qenë e fundi, po e shfrytëzoj pra. Dasina? Qa thot ky ma po i qatë mikrofon o me dje. Dasina se s'di qa flet, pa ik ma. Di që mikrofonin se shkolla ja mora vetane. Po, edhe ku Praneri është Qa thot ky, më se kupton Dasina! kërkesat vazhdojnë. Muhabeti ishte si fliste me mamin e partnerit që Si fliste me mamën për gjithësi. Ajo ka qenë. O mami të përshëndes. Mami të përshëndes. Një e para, dhe e dyta, fakti që unë jam një mami nuk do të thotë që flet sikur ashtu duke fol me mamin e vet. Okej, situata mes meje dhe Blendit dihet që s'ka qenë as pak e mirë për shkak të fjalëve që ka thënë e njëra tjetra. Di them nga ana tjetër që Edhe që kemi Blendi thënë. është ai që nuk e di se çfarë ka ndryshuar, bravo i qof Danjës. Nuk ka ndryshuar, jo. Nuk ka ndryshuar, e di. Ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar. Okej, prit Marcela, do jap fjalën Dasina, e beson? Mua ka ardhur, më ka kërkuar falje disa herë dhe më ka thënë ndihem keq sepse kam folur për ty. Absolutisht tani unë nuk mund ta fal, nuk mund t'i harroj gjithë ato gjëra që ka thënë për mua, por gjithsesi mua më duket një çift të lezetshëm edhe bravo, janë shumë mirë me njëri tjetrin. Pra e beson ndryshimin e Blendit dhe ndjenja që ai ka për Danjën. Ka ndryshuar shumë që nga momenti që është njohur me Danjën edhe deri tani, edhe në sjellje me mua, domethënë që ishte ai që fliste, shpifte, bënte fliste nëpër njerëz pa lidhje. Okej, po. Tomi, po. Nuk ka ndryshuar dhe aq pra. Një detaj të vogël që tregon që Blendi është ky versioni i Blendit që është versioni i mirë tani, jo i më përpara, se më përpara kishte krijuar një imazh të vetën që mendonte se i duke interesant. Po unë rastisht kisha një të njohur të përbashkët që më tha që i njifte prindrit, që janë është shumë e rëndësishme u duke interesante, që pas ka dy prindër që janë shumë njerëz të mirë dhe të ndershëm, domethënë që ai imazh që kishte krijuar Blendi me që u përfol jo për portofolin për mua nuk ka qenë i vërtet. Ai imazh, është i vërtet ky imazh që kanë nxjerr Danja në pa tani ke Blendi. Jo, njeriu i ka të dyja, nuk lidhet poshtë. Ajo që bëri dhe me muhabetin e Krisit. Që është totalisht red flag. Gabime bën njeriu. Gabime, po jo gabime me vetdije, me sjellje aq trashanike. Prapi që ndroj mendim që atë skenar nuk e ka shpik Blendi, se nuk duket sikur ka kapacitet. Jo, se ka shpik, thjesht e ka shiju, e ka shiju. Mi për ta shiju, gabim bën. Po këtu është problemi. Kujtohet kur Blendi filloi të dolën bisedat e tij me Dasinën dhe me Vlorën, të dyja vajzat gjëja që thanë për Blendin dhe kur ne u habitem që ç'ne, diferencë kaq e madhe në moshë, çfarë u lidh me Blendin, Vlora ka thënë gjithmonë që më ka kuptuar me Blendin, kanë folur shumë njeri pozitiv, të dëgjon, komunikon, edhe ti Dasina vetë ke shprehur këtë gjë. Ti për Blendin fillimisht ke thënë që ai është një njeri shumë i mirë. Po, më falë, Aulon, po, edhe fatkeqësisht Blendi u influencua nga djemë tjerë. Pikërisht, nga Ndriti, gabimi që bëja se doli të fliste. U influencu nga ai miku o zemra, jo nga djemë të tjerë kanë tjera karaktere. Nga kush u influencu nga hormonet e veta. Po qa? Nga djemë të tjerë. Moj, normal që do kesh hormonën që se jene një. Sa lidhje kanë djemë të tjerë me karaktere. Marcela, ku qëndron problemi? Hormonet i ka pas, s'kan artë tani.
Si? Ku qëndron problemi? Po jo mëse nuk shkon, dalësh nga më i keqi që ishe red flag, ishe për të përjashtu, t'vish tani i lumtur, qift i lumtur, djali më i kullum, po jo pra nuk je. Qa i ke thënë Lorës para 2 javësh? Nuk ishe ti ajo që s'le pislëk pa bo për shembull edhe pastaj bëje serioze me Richardin. Si? Nuk ishe ti ajo që bëre lloj pislëku edhe pastaj përfundove me Richardin. Qa pislëku bëre unë? Unë ja kisha thënë Indritit, qofse ti nuk vjen nga mrapa, unë do gjej tjetër. Mos tregoj. O Marcela, tani vërtet, çfarë problemi ka me Stej dhe Blendit? Blendi në pjesën e parë të takimit i ka thënë, e ka paralajmëruar shpesh Danjën për marrëdhënien me ty, fakti që duhet ri larg, se ti je influencë keqe. Tani e shoh që ti ke vazhdimisht mosbesim ndaj Blendit, je intrigante thot Blendi për ty, ma shpjegoni pak. Kur një fishek zjarë dhe një çakmak bëhen bashkë, do me thënë nuk dihet përfundimi. Pastaj kjo e ka ditë edhe për mua edhe për Indritin që kemi pas ato që kemi frekuentuar në për klab edhe në për bare bashkë. Po pra se s'pëlqente kur i thosha unë Indritit mos rri me Blendin dhe tani tu kthy pllaka. Si po duket zemra vogël? Të pëlqen ndjesia. Të pëlqen që unë të dal të çmenda me të dashurën tënde. Atë do bëj. Do vazhdoj ta bëj deri në maksimum. Si më the mua? Siç e bëje ti me Indritin. Kujtoj që më the, do të ndash nga i dashur e the mua. Po, se ti je gjithë vorbullat e lasheve dhe prandaj s'doja që Indriti të rinta me ty. Ti më keq se unë. Si? Unë s'jam vorbull të lashesh, unë e kontrolloj veten time. Për shembull. Unë po desha me të ndaj zemra që tani. Lejon mua që të rikujt. Pastaj unë besoj se Danja ti e bën. Nuk do marrë. Si do ma nda? Si do ma nda? O zemra i ka shkruajt Vlorës para 2 javësh I miss you. Nuk më intereson. Nuk më intereson. Më intereson fare. Mi nxirr mesazhet këto. Ore nuk më intereson. Nuk më intereson. Ati t'ja rregulloj më vonë. Ç'ke? Ato i flasun me ato. Unë ka që morë informacionin, faleminderit. Prit pak, një sekund tani, se shef fillojnë këto. Danja, ti dhe Marcela. Po kjo ishte ajo që beson në këtë lidhje, tani pse po hidhet kundër Blendit? Ishte ato që ishin besnik. Unë besoj që ata kanë pëlqim për njëri tjetrin, po nuk besoj te Rindi stop, Rindi mos më fol më kohë. Marcela, le Esmeraldën, kur i kam thënë kur unë me Vlorën s'kam asnjë fakt. O Marci, nuk ka vetëm ai misju me ndjenjë. Ti ke kontakt se ka folur. Robi thot ai misju, sa vetaj se unë ai misju. Nuk e them fare në atë mënyrë. Unë Vlorën e kam blok mos. Unë di që ka blok mos, vetë Vlora ma ka thonë, se ka blok. Po, e vërtet. Edhe me qoftë. Ma ka thonë Vlora që blok. Kur kemi qenë të folme me radhë, të gjithë me radhë. Që ti dashuron. Me Vlorën teknik. Marcela, të ndalemi pak. Të ndalemi pak tek ajo që se unë mund t'ju ndaj, ndërkohë e kemi konfirmuar me Vlorën që e kishte pamundur të ishte sot pjesë e programit dhe thotë që nuk I ka ardhur asnjë mesazh nga Blendi. Jo, e ka akoma blok me, ta garantoj unë. Po, ashtu ma ka thënë. Tani juve unë nuk kam nevojë të vit shpik Gjona se s'kam fare interes, a jam bashkë as jam bashkë. Nuk I ka shkruar asnjë mesazh. Vlorës nuk I ka shkruar asnjë mesazh nga Blendi. Do të jetë në ditët në vijim në program dhe do mund ta konfirmoni këtë. Produksioni ka folur me Vlorën në telefon dhe thotë që nuk ka asnjë mesazh nga Blendi sepse të dy janë bllokuar në të gjitha format e kontaktit. Qofse doni ta blokoni. Marcela, Vlora, ma merrni pak Vlorën në telefon. Për ato po, kur t'kam thënë ti që e kam puth Danjën? Kur ishim këtu në studio? Pare se të nisnim emisionin, pare të ca javë. Këto ma trego me detaj ti mu. Si? Këto ma trego me detaj. Po pra, kur ishim këtu, ishte Mariusi afër dhe fillova të pyesja për lidhjen tate. Po. Po. Si që bën gjithmonë që ke qef. Po pra? Edhe si ta thashën, e kam puth Danjën, thashën, kështu kot pa lidhje. Si? Kam thënë që e kam puth Danjën, kot pa lidhje. Po të pyeta unë. Të pyeta dhe aprovova me fytyrë. Po ti lexon kështu me gjuhë trupit ti, a? What the f***? Kam thënë mos rrini me njëri tjetrin, pos në gjon mu njëri. Vlorën e kemi në një telefonat. Vlora? Si je ti? Dëgjoni, do shihemi shumë shpejt gjatë javës dhe do të lutem se të ka dalë emri në program. Marcela I thot Blendit që ka marrë një mesazh nga që ti ke marrë një mesazh prej tij ku të thotë që e ka marrë malli. Unë e thash nuk më ka shkruar Blendi mesazhin me ty. Se unë e kam Blendi vonë, ka i bile vetë.
Po ashtu themi Vlora dhe unë pastaj e mora Blendin video call që t'ja thonim bashkë dhe t'qeshnim. Se dalë unë gjithmonë e keqa dhe gënjështarja, pa lidhje. Qëndrojni fjalëve që thoni, po ik. Nuk mere më farë. Okej, mirë. Vlora, të përshëndes, kemi një problem teknik dhe fatikeqësisht nuk të dëgjojmë dot qartë. Të presim në studio, ndërkohë ne vazhdojmë me diskutimin. Mund ta dëgjoj nga ismë nga që ajo thotë që e di se ja ka thënë Vlora dhe meqense është dua të dëgjoj pak Blendin si fillim, Aulona. S'kam çfarë të them për situatën. Nuk ka ndodhur, pik mbaroi puna. Tani nuk e di pse duhet ta thoshte këtu, se ja prap vet del gënjeshtare në këtë rast. Marcela, jo, mendoj ka Marcela, nga versioni im I ri vetëm si mund të marrësh dhe jo të mundohesh ta hedhësh poshtë. Në koherencën e këtij emisioni në 8 muaj, nëse ka një person që gënjen, këtu je ti. Kupton? Të gjithë e dinë shumë mirë që unë jam shumë e sinqert për gjërat që them. Marcela, nuk më fare në xhep, a je me Danjen, as je me Danjen. Okej. Po mos bëj si çuni kullum, se nuk je. Po, çfarë do t'ja jam. Marcela, ti ke qenë vajza që ka marrë iniciativën për të larguar Blendin nga programi, dhe tani je mbar një marrëdhënie të afërt me Danjen, me cilën Blendi ka një raport. E the pak më parë që mund të ndaj nga Danja kur të dua. Ishte kjo një nga armët e tua, a ka diçka tjetër, a është kjo hakmarrje që ti vazhdon t'ja bësh, që ti e ndjen t'ja bësh Blendit, pra cila është marrëdhënia jote me Blendin, dhe çfarë mund të bësh ti për ta ndarë atë nga Danja, konkretisht? Siç e thash, nuk kam interes fare ta ndaj nga Danja, thjesht. Por the mund ta bëj kur të dua. Po pra, sepse e di që Blendi në çfarë mund ta bësh? E di shumë mirë që s'ka qenë, nuk është ky djali kullum që po bëjmë gjithë. That's my point. Kjo është e gjitha. Okej, pra Blendi ti thua nuk është I sinqert dhe nuk është djalë besnik. Po jo, pra nuk ndryshoi Blendi që po e bëni kaq kështu. Po si ndryshove ti? 180 gradë. Si ndryshove ti? Nuk ka ndryshuar sepse nuk e beson ti, Marcela, apo ke prova që Blendi nuk ka ndryshuar? Po jo, pra thash një rast nga këto provat, ndryshe do ja thoshte Vlorës atë lloj gjëje. Po ti Marcela, në të gjitha rastet që rri me dikë dhe e ke shoqe, përfiton nga rasti që të marrësh në vesh në një muhabet që t'ja nxjerrësh më mbrapa kundra? Kur është e nevojshme, po. Po çfarë përfiton nga kjo? A doni transparencë në emision? Në këtë rast me Danjen nuk të ecën fare sepse Danja ka thënë që ti nuk bën dot asnjë lloj gjëje që ta ndash. Blendin me Danjen si shteti, unë I ndaj kur të dua. Asnjë gjë fare nuk bën dot. Asnjëri nuk ndan dot. Se më kujtohet kjo pjesa që the pak më para që ka qenë Marcela iniciatorja që donte nxirrte Blendi nga këtu dhe më kujtohet në atë kohë ne nuk flisnim dhe më ka thënë Vlora në që I kishte thënë Marcela të pyesë Ezmen të mbaj anën tonë se do nxjerrim Blendin dhe besoj dhe unë vërtet këtë pjesë dhe më duk pak hipokrite tek pjesa kur tha që ata kanë një lidhje sepse më duket sikur Marcela vërtet po I rri pranë Danjës për të filluar dhe t'i futur xixa le të themi për ta larguar nga Blendi. Po besoj se Danja si ecën pazari. Ka ndodhur Danja? Jo, unë Marcelën kuptoj shumë mirë, nuk ka lidhje fare, ne qa flasim, nuk flasim fare në lidhje me emisionin këtu, nuk flasim as për Blend, për as një, kena muhabetet tona. Kjo është pak e çuditshme sepse nëse Marcela ka një inat me Blendin, ju jeni në një njohje, jeni në emision, informacioni që keni më shumë është Pritë, ke shoqe, dikë që do të ndaj dhe shprehet hapur kundër personit që ti thua që ke qef, me thënë kjo... Ajo tani ka shpreh qa mendimi ka për Blendin, qa mendon për Blendin, ma ka shpreh dhe mu. Po qarë të lidhë me Marcela? Nuk bëja si që unë nuk ndikojmë nga komenti as njërit, Aulona, unë shof qa është ajnë kundrejt meje. Po parimisht, nuk është ka që thjesht mos të ndikohemi, sepse ti mund të ndikohesh dhe indirekt. Pra ti mund të dalesh me Marcelën që tani është single, në për klube, të flisni, pra të fusit xixat në... Një mënyrë të tërthor në fuziza, nuk flasim fare për atë muhabet. Ajo kam do veç një herë në fillime kur jemi taku dhe kur më. Nuk le tani Marcela një sekond, më sharo pak. Meqense ti rrike me Danjën dhe thua s'na bi fare muhabeti për Blendin. Okej, Danja po thotë që është në një marrëdhënie me Blendin. Tani ti se beson këtë, përderisa e thua me zot lart s'na bi fare muhabeti të Blendit. Ajo nuk beson Blendin, nëse e ke kuptuar. Dhe çfarë beson? Çfarë beson ti?
Se e thua me një lloj indiference, pra që Blendi s'është fare pjesë e bisedave tuaja, se ekziston. Ju keni gjëra më të rëndësishme për folur se Blendi. Ndërkohë Danja thotë që ka pëlqim për Blendi dhe po zhvillojnë diçka. Ti nuk e beson, po gënjen Danja në këtë histori. Të tjera gjëra të thot privatisht dhe diçka tjetër po thot në studio. Unë e thash vetë që këta kam pëlqim. Thjesht po them që nuk flasim për lidhjen e Danjës, kaq. Është lidhja vetë, gjërat. Çfarë është më e rëndësishme? Po lidhja për dy vajza që janë njohur për Marcelën me atë rregull. E qartë, po. Kjo mund të ndodhte. Sigurisht, kjo mund të ndodhte nëse do ishte dy mikesha që jetoni lidhjen tuaj pa kamera, por në momentin që jeni pjesë e përputhen, që është intensive dhe është ka emocione të forta, më duket e pashmangshme. Ju jeni njohur të dyja në përputhen, pra ju e njihni për ditëshmërinë e njëra tjetrës, ju jetoni të njëjtin program. Omega, unë me Marsin mund t'i kemi folur për gjithë ndoshta që janë në emision. Mund kemi folur një herë dhe kur më, sepse i kemi diskutuar ndoshta një herë që kemi folur për Blendin, për mu, ku është Marsi, Indriti, bla bla bla, dhe kur më. Sepse nuk na intereson, ne na intereson që jemi në dyja bashkë tani. Kemi interese të ndryshme, nuk flasim për asnjë këtu në emision, as për Blendin më. Po mirë, a e ndjen ti Danja këtë mlef që ka Marcela ndaj Blendit? A ta ka lënë të kuptosh? Ta ka shprehur? Po, unë e di që Marcela s'ka pas besim që në fillim tek Blendi dhe e di që vazhdon akoma ashtu. Do me thënë, nuk ka besim tek Blendi dhe ashtu e ka mendimin, nuk e kam gacuar. Vetëm pak se do kalojmë tek Blendi. Akoma besim, as kemi akoma besim. Unë e di mendimin e asaj dhe nuk e kemi folur fare më, s'është nevojë ta flasim. Marcela, që të jemi të qartë, meqense edhe përputhen është një program shumë i gjatë, dhe mbase e humbasim zanafillën e inatit tënd të Blendit. Do më thuash pak specifikisht ku shëndron mëria jote ndaj Blendit? A lidhet me Indritin, me afrimitetin e tij me Indritin? Nëse shumë ti këtu. Nuk është se kam nej mlëf kush e di se çfarë, ai pavarësisht se ka ato tmetat e veta, unë prapë kam xhan. Por thjesht më janë mbledhur këto gjitha bashkë, domethënë me muhabetet që janë bërë, me çdo gjë që ka ndodhur. A vazhdon Blendi të ketë shoqëri me Indritin? Po. Dhe ti, Marcela, besoj jenë ndjeni që miqësia e tyre vazhdon. S'mintereson fare në këtë pikë. Bën çfarë do. E kuptoj që s'të intereson, por a është kjo arsyeja pse ti nuk ja bën më të lehtë Blendit? Tani ideja është këtu. Blendi ka ardhur në emision për mua. Ka flirtuar me mua, ka luftuar gjatë gjithë kohës, edhe kur isha me Richardin, edhe kur isha me Indritin. Dhe tani bëhet shoku ngushtë me Indritin. Mu kjo nuk më pëlqen. Më kupton, kjo është e gjithë zanafilla. Nuk të pëlqen nga kush? Nga Blendi apo nga Indriti? Se besoj që problemi më i madh duhet të jetë Blendi, jo Indriti. Nga të dy bashk. Sepse momentin që Indriti është i vetëdijshëm për këto gjëra, tregon që për të disatën herë që ati si plas fare. Kupton, dhe kjo ishte një nga gjërat që më mërziti kur ishim bashkë. Okej. Ky gjithkohë, se kur isha me Richardin, ky s'na lete ra, donte me nënda. Po shumë bukur, normal, a ishim këto, a ishim përputhen. A erdhe ti, a isha me Indritin nuk kur erdhe për mu. A isha me Indritin nuk. Po ha pra si u bot shok ngusht ju. Po ishin ndaju në atë kohë, që po në kishtë dhe një tjetëri. Jo më s'ishim ndane, si ishim gjërët e nxeta. është okej, ti që ke mirë. Ti s'doje me atit për Indritin atëre, ta shi u bone best friends ti. Po jo me jo, se nuk kisha mlev për Indritin nga jashtë, unë avash atë. Ore ti gjatë gjithë emisionit, deri nga shkurti që unë kam qënë me Richardin, deri nga Marsi, whatever, ti ke flirtuar me mua non-stop, që kur ke ardhur në emision, ke dashur që të kishim diçka bashkë. Se duhet rish ti me Indritin? Se mos ri unë me Indritin? Po si pse mos ri? Po të bën logjik? Bën shumë logjik. S'ka logjik. Këto është bën një lamsh i madh as vetë se dim nga të kthehemi. Prandaj ti po rri me Danjën për t'u marrë ndaj Blendit për këtë pjesë. Jo, unë po rri me Danjën se kemi ca gjëra që kemi interese të njëjta, na shkon shoqëria zemra kaq. Unë s'kam marrë kurrë këtu për shoqë, kam thënë dhe vetë. Do jesh pak më skeptike. O çuna, nga ana tjetër tani që ajo tha këtu
që ajo tha këtu që unë kur dua ndaj Blendi nga Danja, do jesh pak më skeptike ndaj kësaj shoqërie. Se ka thënë nga nervi si se s'ka fare si na ndan. Atë e di më shumë atë se sa atë që po më thuaj që po krijon një lidhje. Nuk ka asgjë ta garantoj unë zemra vogël. Mos u bë skeptike, ta garantoj unë. Se vrit menja. Sepse unë nëse vërtet po njihemi një djalë dhe kam një shoqe të tretë që më futet në mes dhe me kaq siguri dhe nga nervozizmi çfarë do të ketë, thot unë ndaj kur të dua, unë do nervozohesha direkt me shoqen nëse vërtet po krijoj një lidhje të sinqertë. Kështu që diçka nuk shkon këtu. Tani e tha vetë ajo, ka 3 muaj që kur kam ardhur me fjalë që i kam shkuar për mbrapa, tani që nuk e shef të njëjta gjëra nga Blendi, e shef Blendin të lumtur me dikë tjetër. Po xheloze thua Marcela. Ekstra. Po jo më Blendi s'ka lidhje ajo. E tregojshmi Marcela. Ka lidhje fare. Dashke dukesh. Thjesht më bën sens që ti të rish me personin që unë po merrem gjithë emisionit, më çmendesh gjithkohës kur unë isha lidhur me atë. Edhe bësh besti. Tu dal, ti e ke ndihmuar dritin që të ma fusi mu. E kupton? Faleminderit. Po Marcela, po ti po bën Blendin tani. Ti e Blendi. Në raportin e Blendit dhe Danjës, ti e Blendi në marrëdhënien tënde me t'indritit. Eksakt. Karma. Apo bëmë vedia, me shef. Mirë, e drejtë është dhe kjo, edhe nëse i ndan, është do të cia jote. Se kam fare qëllim. Por mund ta bësh. Jam kurioze Blendi si e mendon këtë situatë. Pra ty të shqetëson nëse Danja del. Unë kam thënë takim që nuk. Po prandaj e shqetëson dhe atë, që nuk don. Për shkak të kësaj dinamike, se nuk i pëlqen. E thash edhe fillim që nuk po e tregon vetë ajo ça. Po kur ja thua Danjës që s'pëlqen, çfarë thot Danja? Danja nuk është se është pjatini që influencohet, xhanëm se ka trurin e vet. Po nuk i dihet asnjëherë. Mirë, nuk e kuptojmë dot, por më intereson shumë Danja në Dibër me gjyshen e Blendit. Më ka bërë dhe kafen. Po? Si ja bërë ti kafen? Jo, ma bërë. Kafe turke? Kafe turke. Po? Do si shkuat në Dibër? Donte pa tjetër, ajo mi pritja që më kam bërë. Po? Si shkuat në Dibër njërë, ta nisim nga e para? Me makino, me gë. Po si ndodhi që shkuat, si e morët vendimin? Pyet ata. Edhe pse Danja me makinë shumë zhgënjye, se mendohet se do të kërkuar helikopter Blendit. Po pra, po deri në Dibër makinë, se morëm xhipin atë desha majt malit, desha me isha me xhip, ashtu po. Ishte eksperiencë ashtu po. Me marrë pastër, eksperjenca gjëra të reja. Pak më shumë di që të rija këtu edhe doja që të shkoja në Dibër. Edhe ja kërkova që të vinte edhe Danjës, e pranoi ftesën edhe shkuam. Tani unë kur shkoj atje, normal do shkoj të shtëpia ime, atje ku kam gjyshen, xhaxhajin, edhe e mirëprita në shtëpi. Ju ndetët kaluat natën në Dibër apo jeni kthyer? Jo, kthyem. Jemi kthy. Jeni kthyer, okay. Dhe si ishte gjysha? E kishte parë gjyshen e vona, jemi kthyer vonë. E la dhe gjyshen pa gjumë apo? Jo, gjyshen gjithsesi. Ikëm pasaj në. Gjyshen me takum sa takum, pasaj kishim kohën për njëri tjetrin. E qa bët? Hypëm malet, ndezëm zjarr. Ishte vetëm ju të dy? Po. Keni foto të asaj dita? Jo, edhe mund. Do ta vlerësoja shumë se do mund të kishin foto për të qenë dhe ne me ju. Qa më Blendi, qa do me thënë kjo? Qa do me thënë kjo? Nuk kemi foto, jo. Se unë nuk bëj, duket mund ta kem bërë unë një, po nuk e di, duhet shoh ke galeria se kam shumë foto, po e gjeta do. Të lutem, do ta vlerësoj. Nuk jam tipi foto. E kam bërë një, I think so. Të shijoj prezencën. Po në mes të kësaj situate romantike, ju nuk keni dhënë një puthje? A kemi dhënë, as kemi dhënë, ç'lidhje ka kjo? Si me ç'lidhje ka, jemi në emision. Po, këtë e di vetëm unë me Blendin. Pas kanë dhënë me Megi. Pas kanë dhënë dhe ka. Nuk e prisja Danja që ti nëse do krijoje një raport në përputhje, do ishe kaq hermetike për të folur për marrëdhënien tuaj, do ta ruaje kaq shumë nga sytë e publikut, nga kamerat. Nuk e prisja, mendoja që do ishe më e lirshme për ta jetuar. Unë jam shumë e lirshme, por kam dhe privatësinë time dhe e respektoj privatësinë time. Me love it.
kur janë gjërat privata. Pse duhet ta dinë të gjithë? Nëse janë puth, unë me Blendin e dim vetë ne të dy. Mbase sepse jeni në një program dashurie. Kjo është Kjo është hera e parë që në këtë emision edhe unë i mbaj gjërat më fshehur, prandaj edhe Jo, në fakt Blendi, unë do thoja Blendi që ti ke një mallkim dhe ty s'të puthin gocat publikisht. Ndoshta. Mirë, duket sikur jeni të lidhur. Thuhet që jeni të lidhur, nuk ndihet. Megjithatë, nëse ju doni ta jetoni marrëdhënien tuaj jashtë kamerave, është okay, mund të vazhdoni kështu. Ne na dhat një Megi e bërë shumë tolerante, nuk e di se çfarë ka ndodhur realisht. Jo, thjesht nuk dua ta diskutoj më. Nuk dua ta diskutoj më, dua të flas për gjëra të tjera. Nëse nuk duan të flasin për raportin e tyre apo do ngelemi në të njëjtat ujëra, atëherë kështu qoftë. Edhe ne për herë të parë në përputhje do respektojmë privatësinë dhe nuk do ta komentojmë më. Okej? Dhe ju lëm me këtë rast të shijoni marrëdhënien tuaj. Mund të them diçka? Po. Thjesht nuk jemi akoma në lidhje, ne jemi në njohje e sipër. E kuptoj Danja, dhe këtë njohje, me që dhe përputhen po mbaron, është në përfundim, duam ta vazhdojmë jashtë. E di cili është se çfarë ndodhi tek ne, ngelet për të parë Mege, as vetë nuk e di. Jam shumë dakord. Dhe ç'është e vërteta në çdo marrëdhënie që krijohet në përputhjen Danja, sepse unë e kuptoj dhe presionin e këtij programi. Në çdo marrëdhënie që krijohet në përputhjen, nis kështu. Pra jemi në një njohje. Nuk e ka përjashtuar ky definicion pra njohja që në një marrëdhënie të jetohet në të gjitha format. Pra të jetoni si të lidhur pa e quajtur veten të lidhur. Pra ky është thjesht një etiketim që në përputhje kemi kuptuar është i panevojshëm në shumë raste. Duke folur për marrëdhënien tuaj dhe ju flisni që keni ndetur bashkë, pas keni shkuar në Dibër, keni folur me familjar, ke shkuar tek gjyshja. Pra lët kuptohet që ju keni kaluar mjaftueshëm kohë bashkë, ju keni ndetur bashkë. O Mege, përdesa kam shku deri në Dibër, në majt malit, si mos mund të kenë ndodhur kjo gjë, ja ku e ke publikisht. Puthja. Po pra Mege. Po pra, faleminderit pra. Prandaj them dhe unë, se ju pas keni kaluar kaq shumë kohë me njëri tjetrin, është veç se e natyrshme që ju të dy të ndjeni të nevojshme një puthje. Pra jeni puthur. Po, jemi puthur. Egzofshi pra. Faleminderit. Egzofshi. Tani Blendi më fol pak për puthjen. Jo, ke thonë që mos të gojë. Do bëjmë një gjë. Adelaida, mbyllja pak veshët Danjës. Mbyllja veshët. Mbyllja fort, mos e kurse, fort. Shumë me flok. Më ke kërkuar mos fol. Të t'jap detaje për këtë gjë. Jo, dëgjosht. Tani ta kërkoj unë. Mos thuaj pak. Mos thuaj pak ku jeni puthur, si ka ndodhur puthja e parë. Ka ndodhur edhe ditë në Dibër. Çfarë ndi keni qenë? Në mal. Duke ndes zjarrin. Qa ka qenë fjala e fundit që thënë para sa puthësh? E puthe ti apo të puthja jo? Ta gjojme ti. Ta gjojme. Dhe qa i the? Nuk e di se si rodhi ma bet jo me tani, nuk e di si... Se mban mend? Jo, ishim gati për t'ik, do me thënë, edhe u përqafum atë, edhe ndodhi, nuk... Danja, mbylli pak veshët të Rimdit tani. Mbylli një gojen pak Blendit. Danja, këtu, si ka ndodhur... Mbyllja një gojen Blendit. O, Çuna, Enes, mbyllja. Si ka ndodhur puthja parë? Si ka ndodhur? Ku ishet? Ku ishet? Varet kë Çuna i puthje të parë. Po thuaj ti kë Çuna ti puthjen e parë. Ku ishet? Nuk dua të flas për këtë Mege. Blendi foli, tani do të flasësh dhe ti. Po le ta ke thonë ai, unë s'dua ta them, është private tek unë. Jo, unë. Po nëse ai ka thënë nuk është private. Foli. Shpresoj mos ketë fol. Puthja e parë. Tiranë. Në makinë? Po? Oh Mege, you making me blush. E di, you're making me blush. Nuk do të flasi. Please, I don't want to talk about it. No. Shpresoj mos ketë thënë. Blendi thash ka ndodhur në makinë, rrugës ku shkuar për në Dibër. Vërtet? Ka mundësi. Mirë, një duart rokitje për Blendin dhe Danjën.
Do t'i zgjidhin mes vetes. I tregove detajet, patjetër. Me kaq ta, po i rregulluam. I rregulluam. Flisni kur të mbaroj programi, merruni vesh. Blendi, Danja. Merrna vesh kështu me sy Mege. Kam frikë se jo, Danja, kam frikë se jo. Me sy. Mirë, më jepni një duart rokitje për Blendin dhe Danjën, sepse sidoqoftë edhe përpjekjet i vlerësojmë jashtëzakonisht shumë në këtë program, dhe do të shkojmë tek një moment tjetër